9 prilli, dita e Kushtetutës së Kosovës, një ditë që e kujton miratimin e dokumentit më të rëndësishëm të shtetit tonë. Sa e njohin atë qytetarët dhe a din mjaftueshëm për të. Jeni të shohim se çfarë thon ata. A dini çfarë ditë është nesër? 9 prilli. Dita e shpallë Kushtetutës. Po, është pra dita e Kushtetutës së Kosovës. Çfarë nënkupton për ju kjo ditë, kjo festë? Është që kjo është temë shumë e gjanë që me analizue, po kupton që është pavarësia, është shumë datë me rëndësi, po kjo Kushtetutë cila është na ka lënë në çfarë ka. Kështu që nuk jam shumë i kënaqur me përmbajtjen e Kushtetutës, por si Kushtetutë, me qenë se kem Kushtetutë, është Kushtetuta e shtetit tonë, na e siguron, është Kushtetuta domosdoshme, është ditë e mirë, ditë. A mendoni se zbatohet Kushtetuta siç duhet me u zbatu? Po zbatohet, po jo, kushtimisht fatkeqësisht ka devijime. Na kem probleme edhe me gjykatën kushtetuese, mos pari se lemat të tjera. Kështu që këtu ka shumë probleme, zbatimi i ligjit në përgjithësi. Na kem problem me prokurorie, me gjyqësi, domethënë. Kështu që zbatimi i kushtetutës garanti dy në janë gjykatat. Gjykatat shumicën e rasteve nuk funksionojnë ashtu si duhet, kështu që ky është problem. A është sfidë si qytetar për ju, a ndjeni të mbrojtur nga Kushtetuta e Kosovës? S'di që them. Kushtimisht mund të them po, jo sa duhet. Jo aq sa do duhej, që do duhej me qenë, për shkak se thash edhe Kushtetuta është që duhet mbrohet nga organet gjyqësore, parlamenti e tjera. Edhe një pyetje të fundit, nëse kishte mujt me ndryshu diçka për Kushtetutën e Kosovës, çka kish me qenë ajo? Me ndryshu, po, sigurisht, jo për shkak që nacionaliste diçka, por gjykata kushtetuese ka shumë defekte. Defekte kryesore janë vendet e garantuara dhe as nuk është demokratike as kur gjë dhe të drejtat që ata, po 2/3 të tyre nuk mund merret as i vendim me rëndësi. Domethënë kjo është jem pengi i kësaj kushtetute. Zhvillimi i ekonomik e shoqëror gjithsesi pengi i kushtetutës. Pengi i saj është edhe bisedimet që i bojnë se sa vite me Serbinë, të cilat bëhen bisedime për punëmarrësve tona. Në fillim ja kanë 2013 gabimisht e kanë udhëheqësat tonë, e kanë shndruar bisedimet prej bisedimeve për punë teknike dhe tash jemi në këtë gjendje që Kushtetuta e Kosovës është baza themeltare e një shteti të pavarur. Si e shihni jo festimin e kësaj dite? Normal që është një prej ditëve më të rëndësishme se cilit vend. A mendoni se janë të informuar mjaftueshëm qytetarët për Kushtetutën e Kosovës dhe për ligjet të cilat i mbrojnë? Në vija të trasha ndoshta po, por në detale nuk më merr mendje. Nisa nëse kishit mujt me ndryshu për Kushtetutën e Kosovës, çka kish me qenë ajo? Po, kjo i ka rënjet, që me thonë, në pakon e ahtisarit Kushtetuta e Kosovës. Edhe si e tillë është pak shumë specifike, edhe është veçantë, edhe është një farloj që po quhet sui generis. Si Kushtetuta nuk besoj që ka diku as në vendet ballkanike, as në Evropë, as në botë. Je pyet për ditën e Kushtetutës Kosovës. Po. Çfarë rëndësie ka kjo ditë për juve? Ditë e veçantë, ditë simbolike, ditë e madhëshme, sa qili toka është. Për ditën e Kushtetutës së Kosovës, çfarë domethënie ka kjo festë për juve? Festë e madhe është dita e Kushtetutës. Duhet me festuar dhe duhet me punu për to. Shumë festë e madhe është. A kishte ndryshuar diçka në Kushtetutë? Kishte ndryshuar gjithçka. Gjithçka për të mirë të Kosovës, këtij populli duhet me ndryshuar. A ndjeni ju të mbrojtur nga Kushtetuta e Kosovës si qytetar, apo duhet me pas ndryshime më të mëdha? Po duket jo, s'ka ka mbrojtje. Mrena mujt Ramazanit apo në shku gati 10 viktima, apo në ja, duhet me konë mbrojtje me kujdesme, mu kujdes për këtë popull, së të kujdes kërkosh. Nuk ka kur gjë. Mas por e kje që do të interes që do është e në lume për të dëneta, për bicikla, që ka përbojnë. Tu jetë mija, po me të rrëdhë këmin ka të rrëdhë nuk dëmëshu, dhe këto shesh me dalë mushetit, jetë të dëneta, të bicikla, të motorët të kësajti. Shumë keqë, kësë ka kur farë sigurias.
Hiç s'ka kur gjë. Është një festë e madhe për shtetin e Kosovës, për gjithë shqiptarët e saj të Kosovës, të Republikës Kosovës. A mendon se kushtetuta për mjaftueshëm për me mbrojtë qytetarët e Kosovës? Po, e shënune është për mbrojtje, po aq na shtan nuk është edhe sa duhet. Një pyetje të fundit. Nëse kishe mujtë me ndryshu diçka për kushtetutën, diçka në kushtetutë, çfarë kish me qenë ajo? Po, s'po di çfarë të them, mundet me qenë ndoshta një për drejtat njeri pak me qenë ma përsusën pak saj përket kja. Unë kam qenë gjyqtar këtu, tash jam avokat me profesion dhe për mua si shqiptar është i krenari e popullit tonë. Çfarë mendon për kushtetutën? A ka nevojë për përmirësime të tjera apo Po diçka? çdo shtet me amendamente e përmirëson, e plotëson, e rregullon. Është kushtetutë e re jem në fillim, mendoj se duhet gjithmonë me bë përmirësime. A mendoni ju se qytetarët dinë mjaftueshëm për rregullat edhe drejtat të cilat janë mbulon kushtetuta apo duhet me ditë hala më shumë? Po gjithmonë njeri shive, na jena popull, do më thonë popull numër 1 kemi qenë në Evropë, populli shqiptar, gjithmonë duhet me studiuën, me kriju një huri të reja, barët për njeriu, të më për veti. Ka dhe ligje tjera, nuk është ligji kryesor është kushtetuta, ka 100 ligje tjera të duhet mi ditën.